Rreth 100 gra të një fasonerie kanë protestuar përpara Inspektoratit të Punës në Fier për mos respektim të drejtave të tyre nga një punëdhënës italian. Sipas tyre, pa drejtësi deri në ulje arbitrare të pagave bëhen prej më shumë se një viti dhe tashmë janë detyruar të protestojnë pasi nuk bëqejnë mbështetje nga askush. Sot jemi sepse kërkuam të drejta tona për rrogën, për pagat. Edhe italiani na tha që nëse nuk pranoni kushtet tona, dini ikni në shtëpi. Kemi marrë për na kanë ulur pagat, kërkojmë të drejtat tona, ne na shkelin me këmbë, nuk na japin asnjë lloj informacioni. Na në rrugën fuj. Italiani na thot fjalën nga më të ndyrë. Unë jam një punëtore e hekurit, mbaj 10 kg në krah. Ai thotë që ti nuk e ka për përqindjet. Ti nuk e ka për përqindjet. Edhe thotë që do paguash pas përqindjet. Kur unë punoj na mëngjesit, na ora 7 deri në 3:30, pa pushim, ai më paguan mua me 300.000 lekë në muaj. Ai na ofendon, na ka mbajtur rrogën, na thotë hapi shumë të pisa, unë nuk mund t'i them atë se jam gocë. Unë nuk vetëm në punë për të dëgjuar ata, unë vetëm për të punuar me krah tona itale, nuk na e ka ditur asnjëherë vlerën. Roptohesha me 2 makina, me 2 tableta, ktheu një herë këtej e një herë andej, që të bëja përqindjen, të bëja edhe punën, se do mirja lekun, edhe si përfundim ai më paguan mua me 300.000 lekë. Madje punonjësit janë gjobitur edhe nga tatim taksat, pasi kompania ku punojnë ka ndryshuar emrin dhe tashmë rezultojnë edhe si të dy punësuara. Bile kemi dhe një gjë për të paguar, sepse është ndruar, ka qenë në kompania Alintex, është bërë Intex, edhe nuk na kanë shkëputur nga kompania e parë, gjuhemi të dy punësuar. Po, na ka futur dhe gjop 100.000 lekë, të paguajmë gjopën tani 100.000 lekë se do ai. Sa kaq nga Inspektorati i Punës në Fier kanë deklaruar se do të verifikojnë pretendimet e punonjësve për të zgjidhur situatën e krijuar.